Por unë po besoj që ka ma shumë se qëto arsyet e vogla, a e votove këto, a se votove këto, a fitove argumentet, a hupi argumentet, sepse nuk ka vishë opozita. Do më qytetari i Kosovës sot ka thonë se më intereson që u shtajtu rrujma. Ha? Se shoh fajtor qeverin, lëvizjen vendosi që u shtajtu rrujma. Qytetari i Kosovës sot ka thonë nuk e shone fajtor qeverin e opozitës që u rrit inflacioni edhe s'kam vlerë pare em. Që s'mu ka rrit rroga 1 milion sene. Pra e këtë toj ka folë. Ku interesën diasporës a u rrit rrujma, a s'u rrit? Na po supozojmë që 43-44% e ka qu dhe një 5% e ka rrit diaspora, po dhe qatë 45% shë me logariti. Pa qatë diasporë, nuk e ti ja intereson. Nashta i intereson në diasporës. Në është problem me thonë si intereson. Mundë me thonë që preket më pak, po nashta i intereson, se nashta një pjesë e diasporës i pagun fakturat. Nuk e dim na i intereson. Caktum. Unë e se di ato. Pro, të kemi diçka pak ma shumë sesa mos si kam po veprimet ose i kam po veprimet. Nashta, po thëmë hipotetikisht, që mundet me konë është që mesazhi i shkurtit u kuptu keq nga opozita. Nashta opozita në shkurt, Albin Kurti ka thonë ti dojnë amnat qeverisë, mi po të s'ki resurse me qeverisë vetë. Ti du të me hinë koalicion me dikon. Opozita ka thonë s'him koalicion me Albin Kurtin. Dhe nëse mundëm me fitu, na kena me bo një qeverit vetë. Tash populli Kosovës unar ka menu, ka thonë, jo. Unë e ty me rëzu këto krejt, jo. S'po du. Unë të ku më thonë me hinë koalicion me këto. Ti përdo me rëzu këto krejt. E jo, s'lojmë me rëzu që e apëm ti edhe i hershoncin. Me qeverisi vetë. Unë mendoj që ma shumë ko këtu, se sa s'kam bërtit bolla ta, si unë konë agresiv bolla ta, me gju me shishe, mës me gju me shishe. Herë kena thonë mirë që e ka votu Bashën, herë kena thonë që e kena bo keq, qatë ditë se votoj BDK-ja Bashën, thamë, ku, se ka mojtë premtimin që e votojmë se cilin, kur e votoj BDK-ja Bashën, thamë, ku që shë votu në Bashën, a më kuptët? Jo, po përdo me thonë, po në regullë, vishë nga që s'jena politikë, s'do me thonë mësë me konfer dhe korrekt. Na s'jemi politik, na nuk japim këshilla opozitës as pushtetit, astret. Nuk e mellon këshilla as opozitës as pushtetit. Jemi melloni mendim edhe një kritik. Një studio televizive sonte, për opozitën, kanë qenë miklime gjatë këtë fushatës. Opozita ka dështuar burë. Opozita ka dështuar, nuk është të vërtet që kemi miklu gjatë gjithë fushatës. Po s'është të vërtet që kemi miklu. Po nuk është të vërtet që kemi miklu. Po kjo ta shumë tipike, a di shka hupet, shka të rejtë, fitove, jo, gabim është, jo. Astret, më falë. Pikrisht. Partjena konë që tu. Pa një shka më ngarë se mi komë në burë. Vëbëja, komë më rritë sepse... Jo, kom thonë edhe privat edhe që tu. Bekimi ka thonë, valla, që është e vërtet, Bekimi ka pas, ka qenë njeri ma skeptik që ka thonë që mundët rezultati me qenë bashkë shto. Të tjerë që kërë që kërë kritika, konë që ka që kesh partje. Mos më dojnë e kesh që dështu shtë që kesh. Astrit, konë që ka që kesh partje, që shosë? Varë kërkon edhe kjo. Jo, varë Se për të konë nuk bëndri Hamza, për të konë në mirë Abdishiku, ma i një shparësi. Varë kërkon. Përgjëtsin për dështim e murë Lumiri vetë, s'kem nevojnë a me mbrojt Lumiri. Po pëse ka nevojnë aftu, me bërë përgjëtsil, delegatëve të LDK-s pse kanë dështu dhe qa po bojnë atutje. Qa po bojnë atutje me gjask shoh që ka me pas zgjedhje të jashtëzakonshme mbrana LDK-s, ka me pas një kryetar të ri. A kanë me shku që ky vend zgjedhor ka me votu kryetarin e ri. A ka me shku në zgjedhje komplet të jashtëzakonshme në kuptimin që mu votu edhe në për në ndege gjitha ato edhe me prodhu një leadership të ri të LDK-s, nuk e di që kanë me zgjedh formën, po Lumir Abdixhiku para lajmëroi që në kuvend LDK-s ka me paraqit dorëheqjen e tij. Dhe ai mund përgjithësim se duhet na me mbrojtë, edhe përgjithësia është e tillë. LDK-ja ka ra, domethënë dy faktorë këtu pse kemi këtë rezultat. Rromja e LDK-s edhe vota e diasporës. Partitë PDK, AK janë aty ku kanë qenë në Unë jam ka thëmë të tërsen, as po thëmë me mbrojtje të as mos me mbrojtje, se jam ka mbrojtje vetë kërkon. Unë jam ka thëmë nisen, që qato kritika që pingjenë sot, që e kanë shkaktu rëndjen e opozitës, nuk ju kanë thonë në këtë mënyrë dejtash. Dikush i ka thonë, dikush i ka thonë. Dikush i ka thonë, dikush i ka thonë. Dikush i ka thonë LDK-s, dikush i ka thonë PDK-s. Pak më herët tha me ka rritë Bedri Hamza partinë. Pak më herët të vloton që do.